Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Përse ka vendosur të largohet personi juaj i zemrës? Pra, përse ka vendosur të largohet personi juaj i zemrës? Është një person shumë familjar dhe shpirtëror. Është një person si ky perandori, shumë person pozitiv, ka pësuar një kërcje, një thyerje tek pjesa e kullës, një problem. Është lënduar shumë, ka marrë lëndime të forta, sepse ju jeni pak e dyzuar në këtë lidhje. Dhe ky ka vendosur të largohet. Pra shumë i lënduar. Tek ju, pra me ju, është shumë i lënduar. Ky person ka qenë shumë i dashuar me ju. Shumë i dashuar, ka pasur një energji të fortë, një pasion, të ka parë si një njeri shumë të dashuruar për jetën e tij, në jetën e tij. Është një person shumë human dhe ty të shikon si ky fener, si kjo dritë e fenerit që i ndriçon rrugën e tij, dhe pse është i vetmuar. Prandaj ka vendosur të largohet. Por thotë, ty gjithmonë të shikon si një brenda vetes së tij, ty të shikon si kjo perëndeshje të kurisë. Dhe pse ka vendosur të largohet, keni qenë në një lidhje të fshehtë, ti e femra ti e fshehtë, ky është një person shumë i drejtë, si ky gjykat. Do të filloj një kapitull të ri. Dhe pse është larguar, ky do të rikthehet, si të lajm, dhe të filloj çdo gjë nga zero. Ty piktikalit dhe të vi drejt ndryshuar komplet historinë tuaj. Do marrim dhe një mesazh nga ëngjëjt për sa i përket kësaj energjie. Ç'na thon ëngjëjt për këtë energji që ne po shikojmë? Medito për të marrë përgjigjen e dur. Dhe përgjigja e dur është një po e madhe nga ëngjëjt tuaj. Pra medito që të marrësh përgjigjen e duhur për gjërat që ti do të realizohen në jetë, sepse ti ke qelsin e suksesit tënd. Do të ndodhin shumë ndryshime të lumtura në jetën tuaj. Pra, do të ndodhin jashtëmate ndryshime të lumtura në jetën tuaj nëse ti mediton me botën tënde të brendshme shpirtërore. Gjen paqen dhe qetësinë në botën tënde shpirtërore. Me kë rezonon kjo histori? Me ujorin, me demin, me ligjëreshën, me binjakët, luanin, britsjapin, dashin, peshqit dhe akrepin. Kurse me gërmat mund të rezonoj me K, Q, P, Z, R, T, Gj, F, S, U, M, Nj, më falni, Q, Y, G, N, Sh dhe I. Faleminderit shumë miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.